Kiara publikon fotot familjare. Një detaj i vogël që i prish festën Luizit, por e bën më njerëzore dashurinë e tyre. Ka momente në jetë kur lumturia nuk ka nevojë për fjalë të mëdha, për skena televizive apo për dritat e kamerave. Ajo fshihet në një përqafim, në një buzëqeshje të thjeshtë, në një fotografi të kapur me miqve. Këtë ndjesi solli Kiara Tito me fotot e fundit familjare, të cilat u bën menjëherë virale në rrjetet sociale. Që pas daljes nga Big Brother VIP, Kiara dhe Luizi janë kthyer në një prej çifteve më të dashur dhe më të ndjekur në Shqipëri. Historia e tyre e dashurisë, e lindur mes tensioneve, emocioneve dhe betejave të shtëpisë më të famshme, është tashmë pjesë e kujtesës kolektive të publikut. Por ndryshe nga shumë romanca që venite me dalje nga skena, e tyre duket se është forcuar, u ka rezistuar zhurmës dhe tani frymon në paqe. Në ditëlindjen e një prej njerëzve të tyre më të afërt, çifti u shfaq i qeshur, i relaksuar dhe rrezatues. Luizi me atë natyrën e tij të qiltër që se brakti skur humorin dhe Kiara me elegancën e përhershme, krijonin bashkë një tablo të qetë, thuajse si një skenë nga një film i ndjer familjar. Fotot që Kiara ndau në Instagram shfaqin miq, dritë të ngrohtë, një ambient të thjeshtë, por të mbushur me dashuri. Dhe diku mes tyre, ajo prania që i jep çdo gëzimi një kuptim më të madh, vajza e vogël, e cila me sytë që ndriçojnë dhe duar që kapen pas prindërve, e shndërron çdo çast në kujtim të paharruar. Por, si gjithmonë, rrjetet sociale nuk falin asgjë, as kur gjithçka duket perfekte. Mes qindra komenteve me zemra e urime, një vëzhgues i vëmendshëm nuk mundi të mos shënojë një detaj të vogël. Luiz, vetëm çorapet e bardha nuk shkojnë me kostumin. Një koment që në pamje të parë mund të duke i parëndësishëm, por që ndezi me njëherë reagime, batuta e diskutime. Disa qeshën, disa e morën si shenjë të thjeshtësisë së Luizit, e disa të tjerë i dolën në mbrojtje duke thënë se pikërisht këto gjëra e bëjnë atë ndryshe. Dhe ndoshta kishin të drejtë. Në një kohë kur gjithçka matet me filtra e perfeksion artificial, një palë çorape të bardha mund të duken si një gabim, por në të vërtetë janë shenjë njerëzore, dëshmi që edhe yjet e televizionit, edhe çiftet që publiku i sheh si ideal, janë thjesht njerëz që jetojnë, qeshin dhe nuk mendojnë dy herë për çfarë ngjyre kanë veshur atë ditë. Në fund të fundit, lumturia nuk ka nevojë për rregulla mode. Ajo vjen nga afërsia, nga familja, nga momentet kur ndihesh vetvetja. Dhe ndoshta pikërisht aty qëndron sekreti i dashurisë së Luizit dhe Kiarës, tek aftësia e tyre për të qenë të thjeshtë, për të mos u marrë me përsosmëri, por me jetë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.